Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë me ciklin e emisioneve të ecësh mbi gjurmët profetike. Dhe jemi këtë tema e 14, ëmbëlsia e besimit dhe degët e tij. Pra, gjërat që kanë të bëjnë me ëmbëlsinë dhe shijimin e besimit dhe degët e besimit. Në hadithin që transmeton Enesi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: "Thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman." Tre gjëra kush i ka ato do ta ndjej ëmbëlsinë e besimit. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma, që Allahu dhe i dërguari i tij të jetë më i dashur, Allahu dhe i dërguari i tij të jetë më i dashur se çdo gjë tjetër përveç tyre. Pra, mos të krahasojnë në dashurinë e tij për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam asnjë krijesë tjetër. Wa an yuhibbu al-mar'u la yuhibbuhu illa lillah, dhe ta dojë dikë një person vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala pas një lloj interesi. Wa an yakraha an yauda fi al-kufri kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar, dhe të urrejë të hidhet në mosbesim, pra të kthehet në mosbesim, ashtu siç urren të hidhet në zjarr. Pra njeriu e urren të hidhet në zjarr, të digjet i përblot trupi, ashtu do të urrejë dhe të kthimin e tij në mosbesim. Pra qëllimi i këtij hadithi është që kush e ka këto tre cilësi, pra do ta gjejë ëmbëlsinë e besimit, dhe kjo është e vërtet, sepse vjen nga fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që Allahu dhe i dërguari i tij të jetë më i dashur se çdo gjë tjetër. Nëse Zoti subhanahu wa taala është më i dashur për ne se gjithçka tjetër, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithashtu, do të reflektojë kjo në jetën tonë, në sjelljen tonë, në punën tonë, në veprat tona. Pra njeriu do të jetë gjithmonë praktikant i rregullt i parimeve të rregullave të besimit islam, duke i dhënë përparësi fjalës Zotit dhe fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atë çka don Allahu dhe atë çka don pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kundrejt fjalëve të njerëzve të tjerë, kushdo qofshin ata. Tek kështu, njeriu do të jetë në rrugën e duhur për sa kohë që jep përparësi fjalës Allahut dhe fjalës pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe që ta dësh dikë për hir të Zotit pa interesat e kësaj bote. Kështu do të vazhdojë, do të jetë e sinqertë dashuria jote ndaj të tjerëve, nëse ai do ata për hir të Zotit subhanahu wa taala, dhe ta urrësh të kthesh mosbesim, ashtu siç urren të të hedhin në zjarr, sepse kjo të shpëton ty një herë për gjithmonë nga zjarri i xhenemit. Në hadithin që transmeton Ibn Abbasi, an Abbas nga xhaxhai pejgamberit Abbas ibn Abdul Muttalibi, thot annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepse ai e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thot: "Dhaka ta'mul imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula." Do ta ndjej ëmbëlsinë e besimit ai i cili është i kënaqur që Allahu është Zoti i tij, dhe Islami është feja e tij, dhe se Muhamedi alayhi salatu wasalam është i dërguar i tij. Prandaj besimtari do të jetë i kënaqur me zemrën, me shpirtin e tij, me gjithë qenën e tij, që Allahu subhanahu wa taala është Zoti i tij, që Islami është feja e tij dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pra dhe Muhamedi është pejgamberi i tij. Në hadithin tjetër të Buhariut thot anë Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: "Al-imanu bid'un wa sittuna shu'bah wal haya'u shu'batun min al-iman." Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimi është 60 e ca deg. Është 60 e ca deg, në një transmetim tjetër është 70 e ca deg. Dhe turpi është pjesë e besimit, është deg e besimit. Pra, dhe turpi është deg pjesë e besimit. Prandaj besimtari duhet ta konsiderojë turpin prej çështës imanit dhe besimit. Do të çojë kjo tek qëndrueshmëria në rregullat e moralit dhe etikës islame. Pra ato gjëra që neve dhe shoqëria i konsideron të turpshme do të ngelen gjithmonë të turpshme, dhe ato gjëra të cilat nuk janë të turpshme, por kur shohim sot se si ndryshojnë termat dhe rregullat rreth veprave të cilat konsiderohen turpshme apo jo, do të shohësh njerëzit pra që nuk kanë më turp. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith ka thënë çfarë: "In lam tastahini fasna ma shit." Kur nuk e turp i bën gjitha, kur nuk e turp bën çfarë duash, pra i bën gjitha. Pra do të jemi të kujdesshëm në këtë çështje, dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që na zbukuroj imanin në zemrat tona dhe turpin në karakterin ton, sepse ajo është prej cilësisë njerëzve fisnik dhe njerëzve me moral. Edhe Zoti na i falë gjunat dhe gabimet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.